Nëse vuani nga rënja e flokëve, ky truk i thjesht do ju shpëtoj. Flokët janë një nga prioritetet fizike të njerëzve. Në fakt, shumë dashurojnë për t'i trajtuar ngjyrosur apo prerë shpejt. Megjithatë, pothuajse çdo gjë ka efektet e saj negative apo pozitive. Shumë njerëz përdorin metoda të shtrenjta që vështirë se funksionojnë. Por në rast se keni rënje flokësh, ju mund të përdorni këtë recetë me një gjysmë banane, një të verdhë veze, një lugë çaji mjalt dhe një gjysmë gotë birr. Përzieni të gjithë përbërësit derisa të merrni një pastë homogjene dhe vendoseni në pikat ku mungesa e flokëve është më e dukshme. Dhe e lini të punojë për rreth 2 orë dhe pastaj mund ta lani me shampon e zakonshme. Ju menjëherë mund të vëreni se flokët tuaj do të jenë shumë herë më të trashë.